në vizitë i pari dhe i vetmi? Zoti Berisha duhet ketë kurajën ta pranoj që SPAK-u është investimi amerikanëve. Po nuk e ka ndoshta të vështirë për ta pranuar. Ore këtë se llogarit fare i thot bandit kriminal ti thua, çfarë thua? Tani. Është investim. A je dakord me mua për këtë që Berishës nuk i është bërë kjo pyetje? Po, është vërtet, por në fundit doktori njihet për që kur sulmon bën sikur sulmon. O sulmon të masakrojnë. Kam qenë edhe vetë në një moment, kam qenë në një situatë të ngjashme, jo më domani pastaj që sigurisht ka fate. Po është një histori midis nesh. Po ka shumë vite që kërkoj opinionit, por po doktori ti nuk bën kështu sikur doktori nuk është tangent. Tani kam një pyetje për ne të medias. Tani Mirela, ti parësi se je avokate juriste, po ti më shumë anon këte nga media dhe ne median ke. Si ka funksionuar media në raport me SPAK-un? Domethënë, a ka bërë ajo atë që duhet bënte dhe a SPAK-u ai është përgjigjur ashtu siç duhet media, sepse kemi pasur çështje penale, kemi bërë deklarata, kundër deklarata. Mendoj se media ka qenë e gatshme të japi çdo lloj informacioni na ditë. Un kam qenë i shoh shumë gazetarë aty sepse kur kaloj në gjykate i kam afër. Jo, ata bëjnë punën e tyre, nuk është Europë se rinë aty. Jo, e shikoj janë gjithkohon në zbatim të profesionit të tyre. Përpiqen me mishe me shpirt. Sa institucion më të rëndësishëm se sa SPAK-u Mirela, e kupton çfarë duhet të thonë. Ata përpiqen me mishe me shpirt të japin çdo lloj informacioni dhe unë mendoj se SPAK-u ka qenë deri diku korrekt me mediat, por mos harrojmë rastin e Qynos, që ishte rasti gazetarit Qynos që ai e fitoi në gjykatën kushtetuese, që për shkak të nxjerrjes së shumë informacioneve aty në SPAK, ai u penalizua ku i morën telefonat, i morën. Sigurisht që SPAK-u ka raste që media ndonjëherë e tejkalon dhe detyrën e vet, sepse mund të çojë në zbulimin e shumë sekrete që janë sekrete hetimore. Do të thua është gabim jo publikon fakte që janë të sakta? Jo, shpeshherë media duhet jetë edhe pak e kujdesshme në zbulimin e fakteve. Kujton se gazetari thot këtu duhet jemi kujdesshëm. Ore, nëse ka saktë, boton gazetari. Problemi është ajo është saktë apo jo? Problemi është shpeshherë që mund të dëmtojnë edhe. Sepse ka në një për shembull thot sipas burimeve të mia dhe thot çfarë duhet ajo s'është fare ashtu. Okej, po shpeshherë edhe mund të çojnë në zbulimin e hetimor të çështjeve të cilat mund të paranë jo pak. Mirela, edhe një herë, gazetari nuk është jurist, gazetari nuk është prokuror, gazetari nuk është avokat, gazetari nuk është gjykatës. Gazetari e plas atje dhe s'do ta di fare. A mendoj Bernstein, kryeredaktori i Washington Post, se mos i ndodhte në një gjë presidentit e Amerikës, ja plasi dhe pik. Ato që dua të them unë është kujdesi që duhet të ketë SPAK-u për mos ekspozimi e shumë materialeve të cilat janë sekrete hetimore dhe të mos bëj rrjedhin e këtij informacioni te gazetarë dhe pastaj të shigjetoj gazetarë duke i penalizuar gazetarë që pse ti nxjerr lajmin. Ti si prokuror ke drejt të ndajmë atë që është aftësia e një gazetari për të siguruar burimet e veta, edhe nëse në sigurisht po bashkohem. Por tani se unë po zhvishem nga petku i gazetarit dhe po e bëj në mënyrë të pandershme, sepse unë ti je gazetar me integritet, edhe ke një karrierë më shumë ushqime të gatuara, të cilat villen posaçërisht nga një segmente të caktuara dhe nga politika në këtë rast, kundrejt kundërshtarëve të tyre, të cilat shërbejnë si ushqim për media. Po pra, kjo është pastaj një histori komplet tjetër. Tu jemi në një pikë tjetër. Dakor? Tash unë po zhvishem tani sepse jam pa në interes. Tani mos u zhvesh fare se forci gazetar sepse ke drejt dhe integritet për ta thënë atë. Thuaj që kam qenë gjithmonë kundra kësaj gjë, pra marrjen e shkëputjen e konteksteve të caktuara, hedhin ato për ushqim për publik, për mish ti publikon gjithçka që të vjen celular, po si të verifikon ti? Po. Pikërisht. Kështu që ne duhet kujdesim te saktësia. Mos kuptoj drejtani ku doja të di. Po jo te ajo që gazetari nuk emocionohet, nëse është i bindur që është saktë. Pra, nëse është i bindur, po nëse s'është i bindur, a dëmton shpesh? Se edhe me ta ne kanë diskutuar herë në gazetari, edhe pse nuk duket nuk është shkencë eksakte, është shkencë eksakte që ç'ke me të. Në gazetari nuk ka 99.99% të saktë. Në gazetari ka 100% saktë. Atëherë mos e nxirr. Edhe në qoftë se ta ka thënë mamaja, mos e publiko, thot teoria e gazetarisë. Ti do ta verifikosh. Edhe në qoftë se ta ka thënë mamaja. Se ne për shkak vërtet folëm për ato që quhen fustanet e Veliajt. Dakor, po ky ishte ushqimi i parë që na u hodh. Por neve nuk na u la
Po, nuk na u la të kuptonin se çka kishte poshtë fustanit. Pra. Pavarësisht se unë po them këtë bëjmë. Tash i kapiten e xhmies. Okej, dakor, po sa mirë tha tani, domethënë ne na hodhën për ushqim për fustanet e bashortit. Ne nuk na hodhën ushqim se si ishte dosja. Po, aty ndërkohë që na fshehën garderobën. E kuptoj, pra na dhanë një fustan, dhe na fshehën garderobën. Shikoj. Kjo është histori komplet tjetër. Kjo është shumë e vërtetë. Do të Mirela, edhe ne kemi mëkatet tona dhe më mirë kur themi sepse kështu përmirësohemi, por megjithatë të vjen një gazetarës, që kemi media që publiku informohet, sepse para të krahasuar me para disa vitesh ka qenë informacioni shumë hermetik, shumë i mbyllur, nuk kuptoj se çfarë, ndërsa sot isha jo më larg se 2 net më parë isha në i ftuar në një audiencë me drejtues të medias norvegjeze dhe pyetja e tyre, 2 pyetje kryesore ishin Spaku dhe ministrat e arrestuar, pra kishin lexuar shumë çka për këtë që po ndodhte dhe nuk arrin ta kuptonin dot se si Spaku ishte kthyer në një emblem në një vend si Shqipëria, sepse nuk konsultonin dot atje dhe diella që ishte një lajm tashmë ndërkombëtar. Kështu më desh t'ja sqaroja pjesën e Spakut, që pse Spaku këtu ka marrë një rol kaq ndriçues. Jo, kjo është shumë e saktë Mirela, sepse ne quhemi ndonjëherë gazetarët edhe djajtë nevojshëm. Pse? Sepse pikërisht në momente kur opinioni publik është interesuar që të ketë sa më shumë informacion, gazetarët edhe në qoftë se bëjnë një gabim, përsëri janë ata që japin informacion. Dhe kjo është, por kjo nuk do të thotë që gazetarët mund të justifikojnë gabimet e tyre, dhe për tepër gazetarët që kanë përvojë. Saksia është nëna e profesionalizmit tonë. Nuk ka. Dhe pikërisht ata duhet të jenë një model shembullor për të rinjt, sepse neve nëse i mësojmë keq të rinjtë sotëm në gazetari, dhe nëse ti nxjerr një lajm thjesht për klikimin dhe pa parë cilësinë e lajmit, kështu që në këtë bashkohen. Okej, ne kemi ardhur në fund të emisionit. Sigurisht uroj që nisja e garës nesër të jetë brenda çdo pritshmërie, zbatimi rregullave siç i kanë, por në krye të Spakut të zgjidhet ai me Zoti dhe ai që plotson të gjitha kriteret. Dhe duke u mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës se ata janë garancia dhe siguria e atij institucioni. Nuk mund ta kemi ne vetë garancinë si shoqëri si kom. Nuk e kemi si shtet, nuk e kemi ne, nuk e kemi arritur. Unë mendoj që të zotët e asaj pune do zgjedhin më të Zotin. Unë si amerikanofil që jam, absolutisht gëzohem kur një institucion si Spaku e mbështet Amerikën, se vetëm ashtu ai mund të bëj punën siç duhet. Kjo është ajo që unë them. Mirela, ti për ta mbyllur diçka? Dhe si parashikim, gjithçka do shkojë mirë? Do shkoj si një procedurë normale, nuk them se do jetë një emër tjetër, një pasardhës tjetër, ajo që më trom më shumë ose që mendoj, nuk e di si do jetë e ardhmja e Spakut për shkak të formimit qeverisë me 83 mandate, sepse askush nuk e don. Dhe komisionet e kemi rënë. Po, komisionet dhe pjesa e ndryshimeve kushtetuese, të cilat do të sjellin më vonë do sjellin ndryshime shumë të mëdha për sistemin. Vetëm këtë mera kam. Po, jo, po thashë që në këtë periudhë që përkon me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK dhe do jetë një kohë begat për qeverinë, ndërkohë për hallet që ka, sepse të gjithë projektorët do kalojnë nga ky spektakli i zgjedhjes do ketë për ditë lajm aty tani. Po, kjo është mjafton një aplikim. Kishin diellën, pastaj. Jo, mjafton një aplikim të një kandidati dhe aty pastaj do vërshojnë. Diellës ishte i përkohshëm, kështu që po. Okej, ju falenderoj shumë për praninë dhe për mendimet e vyra që dhat. Mirela, faleminderit. Faleminderit juve. Koleg tani, faleminderit. Kresi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.